po zakonisht puna është kjo. Vetëm kjo, ky target. Vinë me punë që themi ne si supporting staff që quhet në këto në mjediset e bizneseve, që bëjnë punë të dytë, domethënë që është pastrimi, barisja zakonisht, po jo pastrim, kryesisht. Në rastet kur vajzat huaja vinë në Shqipëri me një vizë pune, një punë të çfarëdoshme dhe kuptojnë që bie në një kurth, janë prej një mashtrimi, kërkojnë ndihmën e policisë? Shumë rrallë, sepse kanë frikë, është pastaj në qoftë se ato binë në këtë kurthi është shumë i sofistikuar. Si thash, ishte një rast në Kosovë që kemi patur në ato erë në Tiranë, shkuan në Kosovë, pa në fakt nuk ishte ati biznesit në Kosovë, por ishte një skem e stajuar për të luftuar biznesin për të akuzuar që bën prostitucion. Dhe vajzat faktikisht nuk ishin prostituta, ishin thjesht kërcimtare dhe nuk ishin lidhje me prostitucionin. Domethënë nuk është e lehtë, është shumë e vështirë kur këto grupe që trafikojnë vajzat ose që i çojnë drejt prostitucionit janë të organizuar. Por janë pastaj vetëm me kanë më të lehtë. Zakonisht nuk raportojnë, kanë shumë frikë. Kanë frikë sepse shiko ekoja e trafikantëve shqiptar është e hershme. Kemi qenë në 2000 që në Romë është bërë një gjyq i famshëm që janë dënuar 100 trafikantë shqiptar me 99 vite burg. Domethënë nuk është një histori sot. Historia e trafikimit. Ja, për shumë, zonja Alimadhi, e njëjta pyetje, i drejtojnë me vullnetin e tyre të lirë këto vajza forcave të policisë kur kuptojnë që janë në një kurth? Po, patjetër, ne kemi pasur dhe kemi jetuar raste për rastet e vajzave, dhe kjo është edhe një nga mënyrat e veprimit që përdorin rekrutuesit apo trafikantët, për gjetjen e një vendi pune, për premtimin e një vendi pune si kamariere apo edhe në këto qendrat e masazheve apo spat, dhe kemi patur raste që vajzat dhe gratë të ardhura për të bërë një punë caktuar, të premtuar dhe tyre, janë detyruar që të ushtrojnë prostitucion apo edhe ndonjë aktivitet tjetër kriminal. Kemi patur raste që ato vinë i drejtohen policisë për këtë fakt, edhe për faktin se zakonisht në raste të tilla këtyre shtetasve ju mbahet dhe pasaporta. Dhe mbajtja e pasaportës është një element i pastër i trafikimit. Ndërkaq, a ka indicje për përfshirje të personave me profil të lartë si klient apo mbrojtës të këtyre rrjeteve? Shiko, e tha edhe zonja Arbana që në vendin ton marrja, përfitimi i shërbimeve nga ky aktivitet është i dënueshëm. Është i parashikuar në kodin penal. Nga hetimet e deritanishme dhe nga informacionet që ne disponojmë, në fakt nuk na ka rezultuar ndonjë person i kësaj kategorie. Zonja Arbana? Edhe ne faktikisht. Ky ka qenë tipari i prostitucionit në dekadën e parë, të mos në kontekstin e trafikimit që neve njerëzore, ka qenë njerëz me pushtet ose krerë të policisë të shtetit kanë qenë shumë të përfshirë në këtë, ta quajmë biznes. Në këtë 5 vjeçarin e fundit, ne sipas dhënave që kemi ne nuk ka pushtetar ose njerëz të rangut të lartë të policisë. Mund të ketë punonjës policie të rangut më të ulët që mund të përfshihen, sidomos në to qendrat e masazheve, që kanë djenisi që ishte rast i fundit për shembull, që ishte 9 vjet policia se ishte një autoritet shumë i madh, 9 vjet që po e survejonte një pikë prostitucioni, që tregon që vetë policia ka qenë e përfshirë atje, po janë këto politikët e rangjeve të ulta që hyjnë në këto aferat e bizneseve me këto trafikantët. Këtë këtyre viteve, sepse për shumë punë, ka patur shumë dënime dhe natyrisht gjërat vinë kur hyn shteti, kur hyn ligji, gjërat lehtësojnë. Zonja Arbana, përse unë doja të thoja këtë. Vajzat e muaja që vinë të punojnë këtu dhe përfshihen në prostitucion janë edhe shumë të frikësuara mbas rastit vrasjes makabre të asaj kenjanes para 3 vjetë. Që
duhet jemi koshient për të, që ende vrasit asaj nuk janë dënuar të njëjtë një grup shumë i madh. Prandaj zakonisht duhet jemi të edhe diçka, për sa i përket prostitutave shqiptare, çfarë ndikimi ka stigma sociale në riintegrimin e tyre në shoqëri? Për mua. Po për ju është, se ju kryesisht jeni me gra dhe me vajzat afër. Vajzat shqiptare që prostituojnë në Shqipëri sot, në këtë moment që flasim, nuk janë absolutisht të identifikueshme, përveç se një klasë prostitutash janë ato që prostituojnë ke muzeu, ke disa rrugë të Tiranës, ke lana që janë me 2 lekë, që shtojnë, që kanë të shkruar në ballë, që janë mizerabilitet. Ndërsa kemi një fenomen të prostitutave shqiptare sot, që janë vajza të shkolluara, figura të televizion që prostituojnë dhe janë më shumë si kurtizane ose çfarë emri mund t'i vësh, që zakonisht nuk e ushtrojnë prostitucionin në Shqipëri, por janë dama shoqërimi, le të themi, të figurave të ndryshme, eskorta, që kryesisht janë të këtyre njerëzve që kanë para të biznesmenëve të mëdhej, etj, që i marrin në vende botës dhe sidomos atje ku shteti shqiptar nuk ka arritur të ketë marrëveshje për ekstradimin e kriminalëve në Dubai, për shembull. Kjo është, ndërsa një prostitut po ta ushtrojë prostitucionin dhe të njihet dhe ta bëjë legal të profesion, absolutisht shoqëria shqiptare është shumë konservatore në kontekstin e moralit dhe nuk e fal një prostitut. Domethënë e abandonon, jo e praktikon. Stigma do ta shoqëroj gjithë jetën. Stigma do ta shoqëroj të paktën edhe në brezat e ri, mendoj është kjo. Se kjo vjen nga ajo pra, që o do ta legalizojmë, o do ta dekriminalizojmë. Ne pastaj ngjenë ta thonë, sepse rrugët. Ta lutem që është gati e pamundur për çdo qeveri, për çdo shtet është gati e pamundur të luftosh. Se kemi parasysh Italinë, kemi parasysh domethënë këto vende që e kanë të ndaluar, po Italia është numri 1 për prostitucion, me gjithë ligjet, me gjithë ato masat që merr Italia. Mirë, zonja Limadhi, çfarë ndryshimesh ligjore apo burimesh shtesë do t'i ndihmonin më shumë strukturat antitrafik sot? Çfarë kërkoni? Shiko, Policia e shtetit dhe në veçanti departamenti për policinë kriminale është në fazën e ristrukturimit dhe ndryshimeve strukturore dhe sigurisht vëmendja më e madhe gjatë kësaj faze i është kushtuar strukturave hetimore, rritjes së kapaciteteve të strukturave hetimore, po ashtu edhe kapaciteteve logjistike, të cilat do të nënkuptojmë ose i përkthehen në shtim të burimeve njerëzore dhe shtim të teknologjisë e cila do të ndihmojë në marrjen dhe përpunimin e informacioneve në funksion të hetimit apo ndjekjen e hetimit me metoda speciale, nisur edhe nga fakti që fenomeni për të cilin ne po flasim, sidomos ai i trafikimit, është sofistikuar shumë. Gjithashtu, ne në zbatim të kornizës ligjore aktuale, Policia e Shtetit ka një sër marrëveshjes me institucione të tjera, të cilat gjenerojnë të dhëna nga baza publike dhe nga të cilat ne marrim informacione të nevojshme për hetimet që ne kemi në dorë ose që do të realizojmë. Zonja Arbana, ju e përmendët disa herë, në Shqipëri prostitucioni është ilegal. Megjithatë, për ta reduktuar shfrytëzimin, cila do ishte zgjidhja? Dekriminalizimi, legalizimi, çfarë duhet bërë? Jo, unë thash edhe një herë. Sepse është një fenomeni që është plak dhe që ekziston. Dhe nëse legalizohet, do jetë shumë e lehtë nga shteti ta kontrollojë, ta frenojë, të marrë masa, domethënë kjo nuk kupton legalizimin. Në moment tjetër, nëse nuk legalizohet, atëherë të dekriminalizohet dhe të kontrollohet. Domethënë duhet një zgjidhje, por ajo që është shumë e rëndësishme, unë mendoj që është krijimi një network shumë të fuqishëm specialistësh të gjithë sektorëve, sidomos atij digital, kibernetik, sepse ajo sot koha po shumë drejt 100% digitalizimit dhe çdo gjë do kryhet në këtë formë. Dhe ne duke mos patur kapacitetet e duhura për ta
zbuluar, për ta luftuar, për ta preventuar këtë fenomen, do të jemi në vitet në vazhdim, do të jemi në katastrofë, do të kemi një numër konsiderueshëm të rish dhe të reja, të cilat do të ushtrojnë prostitucionin online. Sepse ka fitime të jashtëzakonshme, kupton? Prandaj realisht duhet të ngrihet një ekip shumë i kontrollueshëm ekspertësh dhe i updetuar me kohën, me të gjitha kërkesat që ka sot koha për të luftuar ose për ta menaxhuar këtë fenomen kaq negativ për shoqërinë, sepse sjell edhe kriminalitetin në shkallën më të lartë. Zonja Limadi, përveç këtij grupi ekspertësh që zonja Arbana e ngres si një zgjidhje që duhet të ekzistojë, si bashkëpunon sot policia shqiptare me agjencitë ligjzbatuese të vendeve të tjera për të luftuar trafikimin? Unë në fillim dua të them që ndoshta ne kemi një strukturë të posaçme për hetimin e krimit kibernetik. Sigurisht që shumica e aktiviteteve kriminale janë transferuar në mjedisin digital, në mjedisin online. Por unë siguroj zonjën Arbana dhe të gjithë që ne kemi një strukturë të specializuar të krimit kibernetik që gjurmon dhe heton dhe godet raste të tilla. Sigurisht a ka shumë për të bërë, sigurisht që ka shumë për të bërë. Unë e thash dhe më sipër që ne jemi duke punuar për ngritjen e kapaciteteve si të burimeve njerëzore, rritjen e numrit të burimeve njerëzore, po ashtu edhe të teknologjisë. Krimi kibernetik, unë nuk jam eksperte e krimit kibernetik, por krimi kibernetik në policinë e shtetit tashmë është i pajisur me teknologji bashkëkohore, por edhe me specialist të trajnuar, jo vetëm brenda vendit, por edhe nga agjenci të tjera partnere ndërkombëtare për hetimin e këtij lloji krimi. Për sa i përket bashkëpunimit që ne kemi me strukturat e tjera, agjencitë e tjera ligjzbatuese, unë do vija theksin bashkëpunimin shumë i mirë, por do të veçoja bashkëpunimin që ne kemi me Interpolin dhe sidomos me Europolin për shkëmbimin e informacionit në kohë reale, e theksoj në kohë reale dhe nëpërmjet kanaleve të sigurta. Ka qenë ky komunikim dhe ky bashkëpunim që ne na ka siguruar, ashtu sikurse edhe ne atyre, ju kemi siguruar informacione në kohë reale dhe kemi rezultuar në disa hetime shumë të suksesshme, një për të cilave unë e përmenda dhe pak më lart. Mirë, zonja të nderuara, ju falenderoj shumë për kohën tuaj, për bisedën që zhvilluam bashkë. Faleminderit. Faleminderit shumë. Ish kryeministri norvegjis Thorbjørn Jagland është akuzuar për korrupsion të rënd lidhur me marrëdhëniet e tij me financierin amerikan të dënuar për krime seksuale Jeffrey Epstein. Akuza u ngrit pasi Këshilli i Evropës i hoqi imunitetin diplomatik që Jagland gëzonte për shkak të rolit të tij të mëparshëm. Avokati i tij thotë se Jagland mohon përgjegjësinë penale dhe është i gatshëm të bashkëpunojë. Autoritetet norvegjeze kanë kontrolluar 3 pronat e Jaglandit dhe pritet që ai të merret në pyetje, ndërsa dosjet e publikuara në Shtetet e Bashkuara të Amerikës sugjerojnë se Epstein i kishte mbuluar shpenzimet e udhëtimeve për të dhe familjen e tij drejt pronave në Paris, New York dhe Palm Beach. Madje në një prej emaileve të shkëmbyera përmend vajzat e mrekullueshme shqiptare pas një vizite që kishte zhvilluar në Tiranë. Bëhet fjalë për një email të datës 25 maj 2012 të dërguar nga Thorbjørn Jagland, në atë kohë sekretari i përgjithshëm i Këshillit të Evropës, drejtuar Epstein. Rendi botror aktual ka marrë fund, është ky alarmi që jepet nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Danimarka në nisje të konferencës së sigurisë së Munihut. Konferenca